se duhet rënuar. Ka quajtur, e ka bërë një status duke thënë mjaft është mjaft, ky objekt duhet rënuar, është ndërtuar në okupim dhe po durojmë 26 vjetë pas qërimit. A duhet rënuar kisha? Është çështje ligjore, politike apo historike? Do flasim bashkë në këtë blok 2 në një panel ftuarish. Avokati Besim Osmani është me ne në studio, kënaqësi të kemi. Faleminderit. Korab Blakaj vazhdon në qendron në këtë blok 2. Faleminderit shumë për kohën tënde Korab. Në lidhje live Arbër Gashi, mirë se vjen, kënaqësi të kemi këtu. Përshëndetje Jona, përshëndetje për Musafir Studio dhe teleshiqus të Klan Kosovës. Kënaqësi dhe në fakt nga Austria Gjen Morina, mirë se vjen. Përshëndetje. Faleminderit shumë. Besim, në fakt, ky është një temë që e diskutuam edhe përpara se të hyjmë në emision, sa njerë vjen, më pas shuhet dhe tashmë është një propozim i avokatit dhe jemi të nevojshëm ta diskutojmë në publik. Si e sheti këtë çështje? E para, ato që ka thonë avokati, është kryesisht e gabueshme dhe... I gabueshme? Natyrisht. Dhe një deklaratë e tillë mund të bëjë edhe dëme shumë të mëdha vendit tonë, këtë rast shtetit tonë. Gjatë nuk më bë kështu. Gjatë do të më bë ndryshe, ashtu siç ka përcaktuar edhe ligji, edhe kushtetuta, po dhe procedurat. Për mendimin tim, arsyeja pse sot ky objekt gjendet në obor të universitetit është për shkak të fajit tonë. Faji është tek ne pse sot e kemi objektin ato. Por faj tek ne, në kohë kur është ndërtuar ajo, ne nuk mund të kishim faj për këtë. Faji është jonë sepse lufta ka mbaru në qershor 99-s. Në Kosovë është vendos një mision ndërkombëtar me emrin UNMIK. Dhe në vitin 99 është nxjerrje rregullore me numër 199/24, me të cilën është përcaktuar qartë çka konsiderohet ligj në fuqi në Kosovë. Në ndërkohë, në muajin gusht, nëse nuk gaboj, të vitit 2000, UNMIK-u ka nxjerrë një rregullore tjetër, me të cilën e ka bërë pushtetin te komunat. Është fjalë për rregullor duket 2045 apo 54. Në këtë rast komuna Prishtinës do duhet ta inicion. Tashti. Dhe bazon këtë rregullore, komuna Prishtinës ka mburë pasmësi edhe me padit, edhe me qenë e paditur. Por e ka bërë në fakt ish rektori, apo jo Korab, se na ke sjell një dokument nga arkiva, e kemi regjia? Për çka bëhet fjalë Korab? Pushtuesi shekollor, sidomos në kohën e fundit, ka tentuar që të lë sa më tepër shenja të modelit të serbizimit të Kosovës. Vetëm nga viti 89 deri në vitin 97 janë ndërtuar 78 kisha. Mesin e tyre edhe kjo. Më thonë, pushteti, regjimi i Miloševićit ka tentuar të lë shenja të serbizimit të Kosovës, dhe më thonë. Përjashtuar kishat e vjetra këto të regjimit të Miloševićit, dhe më thonë, kanë qenë komplet nonsens, sepse nuk ju kanë shërbyer besimtarëve se nuk kanë pasur as numër të tillë, por kanë qenë thjesht shenja. As kanë qenë për besim, kanë qenë më shumë politike, a? Jo, kanë qenë politike. Nuk duhet harruar roli dhe veprimtaria e kishës ortodokse serbe sa i përket Kosovës dhe shqiptarëve. Ajo ka qenë, është edhe vazhdon të jetë instrument në dorën e shtetit të Serbisë, nga ajo ka ndalur bekimet për vrasjet masive dhe gjenocidin ndaj shqiptarëve, një numër shumë i lartë i njerëzve që kanë luftuar me armë në dorë janë edhe priftërinjtë të tyre. Ato fotografi dhe videot ku bekohet ushtria e Serbisë dhe Miloševićit, do më thënë, janë të njohur tashmë për publikun. Edhe kjo kisha në oborin e universitetit është ndërtuar si shenjë e fuqisë ose hegemonisë së shtetit të Serbisë brenda Kosovës. Nuk i ka shërbyer as pak besimtarve, ajo nuk është funksionalizuar kur. A duhet të rënohet, Korab, në këtë moment? A duhet të rënohet? Për këtë duhet të hapur një debat më i gjerë dhe duhet të gjendet një formulë më e mirë, më thonë se çfarë të bëhet. Ajo ka propozime nga më të ndryshmet. Shumica e popullit të Kosovës, për shkak të emocionit që ajo zgjon, janë për ta rënuar dhe këtu nuk kemi diskutim. Një pjesë tjetër mendojnë që duhet të mbetet si muze, domethënë si shenjë e
dhunës dhe okupatorit, do më thonë, si shenjë që e ka ndërtuar me dhunë Serbia, dhe ka një pjesë tjetër, do më thonë, të popullatës që nuk di se çfarë, cila është vendimi më i mirë për të. Unë mendoj që këtu duhet hapet debat për këtë, se cili është interesi i Kosovës, do më thonë, me rastin e kësaj kishe, por ju thash edhe një herë, janë 78 kisha të ndërtuara pas vitit 90 në kohën e Miloševićit në Kosovë. Arbër, cili është mendimi yt? Mendimi im është që ajo objekt është dëshmia e instrumentalizimit besimit fetar për politika hegemoniste, siç i ka pas çdo pushtues. Zakonisht pushtuesi serb, para se të largohet përfundimisht, ka filluar me ndërtimin e objekteve të shumta. Këtë e bën çdo qytetnim, kur e shef që po i vjen fundi, ai mundohet me u deklaru edhe një herë publikisht se ne jemi gjallë, realisht ata janë duke vdek. Ai objekt ka një trajtim që ka pas një trajtim ligjor brenda institucionit, duke në shkallën e dytë ka humbë Universiteti i Prishtinës, ose nuk e di saktë se si është gjendja aty me atë vendim gjyqësor. Megjithatë, unë atë nuk e konsideroj kish, është objekt i hegemonisë politike, është një objekt i cili duhet të largohet, jo të rënohet, dhe aty, sipas mendimit tim, duhet të bëhet një monument për kujtimi, me fotografitë aktuale, me ata që kanë ndërtu, me krimet që i kanë bërë, me gjithë shka tjetër, sepse nuk guxojmë të lejojmë që historia jonë mos të ketë gjurmë. Ai objekt është dëshmi i një krimi të madh, e një krimi të përgatitur, me vëmendje të madhe, të gjithë intelektualët serb, i gjithë populli serb ka marrë pjesë në atë kohë, në projektin për pastrimin definitiv të Kosovës nga shqiptarët, dhe për të kriju një presedan për ta zhduk njëherë për gjithmonë qytetëtimin tonë, dhe këtë ka dashur ta bëjmë me çdo kusht edhe përmes ndihmës ashtu quajtur të religionit. Unë refuzoj, dy gjëra që i refuzoj kategorikisht është quhet kish serbe, sepse kish serbe s'ka, ajo është e Serbisë, do thotë objekt i Serbisë, as kish serbe në Kosovë nuk ka kisha shqiptare, ka edhe objekte që i kanë. A është e tillë Korab? A është e tillë? Pak natisari qartë, po unë jam natyrisht jurist dhe nuk mund të shoh, nuk mund të shoh komentime politike. Juridikisht si është? Juridikisht, më ndërpret atë dashte me thënë. Komunat kanë marrë pushtet nga UNMIK-u sipas rregullores që referohet vitit 2000. Nëse nuk gaboj, komunat janë bërë zgjedhje në atë kohë, janë zgjedhje kuvende komunale, pastaj një kryetar komune e kështu me radhë. Edhe komuna u dashtë gjën e parë me anulu vendimin e vetë. Ka pas kompetencë, ka pas të drejtë. Pse me anulu vendimin e vetë? Për faktin sepse rregullori UNMIK të vitit 99 ka përcaktuar qartë çka është ligj Kosovë, cilë ligj në fuqi. Ka thonë që ligji që meratu pas marsit të natës aplikohen me kushte që nuk kanë diskriminuese, por jo vendimet. Dhe komuna ka pas mundësi, me qenë se ky vendim që është marrë, kur prona ju ka marrë universitetet, edhe pas ju ka dhënë kishës, një moment, jo, du me përfundu. Dhe ka pas mundësi që këtë vendim anullu, sepse këtë vendim është derivat i një ligje diskriminues të kundërshëm e me radhë. Një gjë të tillë nuk e ka bo. Ka pas mundësi edhe universiteti me bo padi. Vitin 2000-2001. Ne e dim që drejta profesore është drejt absolute, nuk parashkruhet. Ka pas mundësi me bo nga vitit 2000 dhe në 2012 me bo padi. Nuk e kam bo një padi të tillë. Dhe çfarë ndodh? E bo një padi 2012, një padi të gabueshme, dhe nuk shkojnë seancë. Kjo qartazi është sabotimi i procesit. Qartazi dikush pe pindanin tinza. Dhe për mendimin tim, vërtham të tilla do duhet që institucionet e sigurisë, që është AKI edhe të tjerë, me hetu që është se sikush pe pindanin tinza. Është absurde, është absurditet me bë padi të tillë gabueshme, sepse edhe padinë re që kanë bërë 2017 është padi e gabueshme, është e çuditshme se si kodrat e Universitetit të Prishtinës ekziston një fakultet juridik me jurista që kanë tituj magjistër, doktor shkence dhe tituj të tjerë, dhe bojnë padi të tilla, apo sabotojnë procesin. Shiko çfarë ka ndodhur te rasti po që kanë nizuar 2012. Në momentin kur gjykata themelore e ka hudh poshtë, ashtu i ka konstruar padin të hequr, për shkak se nuk ka shkuar seancë. Një jurist e cili e din ABC-n ligjore, e din që në këtë rast nuk duhet më bë ankesë. Dosh këta me bë kërkesë me rikthyja fatin. Po këta nuk e kanë bë ankesë. Prandaj edhe gjykata me të drejtë gjykata apeli ka vendosur kështu. Edhe padinë 2017 kanë bë gabim. Shiko,
Kisha aktualisht është pronare e saj prona. Si rrjedhoj një vendimit komunës. Pse universiteti nuk e patit vetëm komunën, me anullu vendimin. Kur të anullohet vendimi, kisha mbetet jo pronare. Pra nuk ju qasemi problemet në formën e duhur. Universiteti nuk ka qasë në formën e duhur. Po, a ka mundësi të rikthehemi? Kërabi ka sjellë një letër, kërkojnë dijes, Kërabi ka sjellë një letër të cilën do doja të ta diskutojmë së bashku, zotëri Osmani. Kjo letër Kërabi jo e keni lexuar dhe paraprakisht e dini përmbajtjen e kësaj letre. Pastaj do e vazhdojmë bisedën. Çfarë realisht përmban kjo letër Kërabi? Që pastaj e diskutojmë edhe në aspektin ligjor me juve, zotëri Osmani. Këtu është një padi që është bërë në ndaj ndërtimit të kishës. Dhe është me 5 janar 1993. Po, nga rektori i universitetit, profesor doktor Rejub Statosi. Po, çfarë thot, çfarë përmban brenda kësaj letre? Kjo përmban, domethënë, kundërshtimin edhe avokimin në pronës së universitetit dhe kundërshtimin e vendimit jo të lehtëshëm për ndërtimin e kësaj kishe. Kjo është një shenjë që në kohën kur është ndërtuar element kombëtar të shqiptarëve në Kosovë, siç ka qenë doktor Rejub Statoci, nuk e kanë pranuar, e kanë kundërshtuar me mjetet dhe me mundësitë e kohës. Është edhe një vendim, domethënë, i rektoratit në anën tjetër, dhe kjo është një tregues që as juridikisht dhe as në forma tjera shqiptarët nuk kanë pranuar, domethënë, dhe nuk janë familiarizuar me ndërtimin e kësaj kishe, e cila, siç thash edhe për përsëriti, ka qenë shenjë e hegemonisë së Serbisë në Kosovë. Gjen Morina. Një koment shkurt se përket kësaj padije, shumë shkurt. Po du me nxjerr një paralele. Shiko, rektori i ndjer, në vitin 93 ka bo padi. Ka bo më njerë padi. Ndërsa pas luftës, Universiteti i Prishtinës nuk ka bo padi. Do mund ka prit 12 vjetë për me bo padi. A të shtrohet çështja kush motive që bën padi të tilla. Kush motive që bën. Dhe pas 12 vite pa të padi gabueshme. Falë, zotëri Osmani, por ne kishim një problem jashtëzakonisht madh në 2003-ën. Të kujtohet kur i djegëm si s'ka të bëj. Falë pak. 2003-ën e kishte çat problem kur ti sulmon objektet fetare madje edhe varrezat, edhe 2007-ën këshir me rrëzull Jo, nuk mundesh me basin të lidhje. Po flas për aspektin ligjor, nuk mund të bëj ndërlidhje të tilla. Për faktin sepse aspektin e komunitetit që jetojnë këto të drejtave që i kanë. Se komuna në vitin 2001, 2002 nuk ka thirrje mbledhje, qoftë rregullta, po të jashtëzakonshëm me anullu vendimin e vet. I cili është derivati një ligj diskriminues. Pse Universiteti i Prishtinës nuk boni padin 2001, 2002, 2003? Mirë, ata dëgjojmë Gjen Morinën, po? Pyetja është si duket, a duhet të rrënohet apo jo? Po. Mos na tregoni filozofi këtu sa... Por mund t'ja shtojmë një pyetje, Gjen, ta bëjmë pse s'u rënua deri tani. Kështu që avokati po jep sqarimet. Jo, në vetë gjë shumë shkurt dosha me thonë, unë nuk mina me deklaratë populliste ky zotëria, me rënu. Jo, fillimisht do të më anulu vendimin e tillë, qoftë komuna, qoftë gjykata, dhe më pastaj mundesh me rënu. Po jo në këtë fazë. Absolutisht. Morina. Jo, e më pastaj mirë, Korabi i numëroi 68 kisha. Unë kam një pyetje për Korabin. A dim Korabi sa xhami janë ndërtuar pas luftës? Po s'ka lidhje me këtë. Gjen, jo. Atëherë, jo. Unë mendoj se kjo kishë duhet të renovohet dhe të kthehet në katedrale shqiptare apo evangelike. Ja bët një pyetje Korabit, ka një përgjigje, më thot. E para, zotëria, në bazë të kodit etik të gazetarisë në Kosovë nuk ka drejt të ftohet në studio. Është i dënuar për nxitje të urrejtjes fetare në vitin 2021 dhe është arrestuar nga policia e Kosovës. Në vitet të 10-ta ka mbajtur burg në Gjakov për vrasjen e djalit të vllajt të tij dhe Korab Bllakaj absolutisht nuk dëshiron të mbajë një studio me një person të tillë. Faktet e arrestimit dhe dënimit të tij janë publike, i ka publikuar edhe televizioni Klan Kosova, dhe nuk dua që ai zotëri të jetë pjesë... A ka vendim të që njëti s'mund dalë më në televizion? Njëra është mundësia, ose ai le të largohet nga emisioni, ose Korabi do të largohet nga emisioni. Jepi, ik. Jo, Gjen, se ku zakon ti, Gjen.
Nuk e përcaktoni ju, se jemi ne këtu për ta përcaktuar këtë. Për pjesën e parë, natyrisht, do doja më shumë qarime, për të dytën, duke qenë se çështje private s'dua të merrem atë pjesë. Nuk është çështje private. E kuptoj, Vrasës më vjen keq se unë tani po lexoj. në studiot e Kosovës nuk duhet të ketë vetëm në një moment. Në qoftë se vetëm në qoftë se kryesi i veprës shkall një këndes të plot, për ndryshe nuk ka të drejtë të ftohet në studiot e Kosovës. Është e çuditshme, unë me deklaratat e tilla që vinë zakonisht në kohë fushata gjëra të tilla. Unë e di që Toma, kolegu jem, ka qenë avokat vitin 2000. Ka qenë avokat vitin 2000. Po? 2001, 2002, 2003. Dhe si qytetar i Prishtinës, jo si avokat, ka pas mundësi, në qenë se qenë ka aq interesu më rënuk jo kishë tjerë, ka pas mundësi me bo një padit e tillë. Unë e di që po ashtu, që nuk e ka bo, unë e di që po ashtu, Toma ka qenë i angazhum edhe shqiltarë disa qeveri. Pse nuk i propozoj qeverisë X-it apo Y-in mi thonë, shiko, unë jam avokat, po unë e pju uzoj se si me trajtu këtë çështje, si me zgjidh këtë çështje. Unë mendoj që kisha nuk mund të rënohet, për faktin sepse është një pronë private, dhe po ashtu nuk mund të ndru destinime, sepse është pronë private, gjëja e parë që do të më bëj prevendimin tem është kjo. Do të punon dy plane, plani juridik dhe plani politik. Jo me gjykata. Plani juridik, pastaj është. Plani juridik. Me qenë se universiteti i bën një Jo. Këta, shiko, universiteti është me këto padia, të bo me gabimisht, edhe padia 2017 të bo me gabimisht, jënë duke e forcu të drejtën e kishës, për në të vënisht që kisha me thonë, unë tash kam vendim gjyqësor, që gjykatë nga dhënë të drejtë. Pra ndër me pas kujdes, edhe ku njësën procesorë, me njëcu sakë dhe drejtë. Qa du të me bo me vendimin tëmë? Kuvendi komunal, unë e thash maret që unë mi kanë gjena regulore, që e përcaktu që ka liqë fuqi, që asë është. Po është të drejta, pronësor është të drejtë absolute, nuk parashkruat. Pse Kuvendi Komunal të Prishtinës nuk më lidhet, në një lidhet jashtëzakonshme, ma anulu vendimin e vetë, cilën e ka nxjerrë vitet 90, fillim vitet 90, për faktin se ky vendim është derivat i një ligji diskriminues. Dhe pastaj, momentin që anulohet, automatisht kthehet për gjendje si ka qenë para vitet 90, dhe prona i kthehet universitetit. Dhe pastaj kjo pastaj ka guxim për një gjë të tillë, sepse ka guxim. Ashtë ne a kemi guxim apo jo? Nëse ne jemi të interesuar me mbrojt vendin ton, me mbrojt pasurinë ton, me mbrojt interesat tona, atë duhet pas guxim. Por kjo gjë më nuk bëhet sot nga Kovendi Komunal të Prishtinës, ma lu vendimin dhe pastaj mund është me hap derën, aspekti politik, një që pastaj me përfundu një marrëveshje, jo rënimin, po me është vendosë një vend tjetër. Dhe zotëri Osmani shumë e lehtë kështu për të diskutuar, sepse për shikoni gjithmonë në këndin ligjor. Po në këndin politik, zotëri Bllakaj, si arsyetojmë këtë çështje? Çështja më tepër politike se sa juridike, dhe në qoftë se çështja ndrohet por çështje juridike, dhe pastaj çështje politike. Çështja juridike s'janë politike. S'është moment i tillë, nuk kuptoj shumë mirë se jeni avokat dhe do të Për mendimin tim është çështje politike dhe është çështje e një politike të cilën e ka marrë Kosova, domethënë sa i përket kishave ortodokse, të gjitha kishave ortodokse, përfshirë edhe këtë, por dhe në qoftë se ka një vullnet për ta rënuar gjindën modalitete. Por mos të harrojmë, jo shumë larg kohë, shteti i Kosovës është detyruar të zbatoj përsëri vendime të një pushteti të kohës e Miloševićit sa i përket pronave të manastirit të Deçanit. Konsultoni me juristat dhe mos se keq informoni opinion publik. Hajde. Shiko, arsyeja pse sot kjo kish është brenda hapësirës në Universitetin e Prishtinës, është faji jonë. Se ne si kemi dytëra të shtëpisë, me përkëtë dytëra të shtëpisë, 2000, 2002, shumë rallë, sot nuk ish ato, po si kemi kry. Edhe për Manësiri Deçanit, jo, Manësiri Deçanit të ka mujtë në gjykatë,
pse sepse ne kemi sabotu, çfarë kuptimi sabotimi, çu shpe sabotojnë tashte, shiko, 2017 nuk shkojnë seancë, nuk bëjnë kërkesë për këtë, apo të bëjnë ankesë. Ky sabotim qartazi, sepse po ndiq qëllimisht u sabotu, sepse një fakultet juridik, me gjitha ta profesor të drejtësisë, me grada dhe i bëjnë gabimit të tjera fillestare, këto një student i vitit parë nuk bëjnë si gabime. Ata i bëjnë. Sepse dikush të pidonin tinza ato. A mundet me qenë ky gabim i qëllimshëm? Mos po e saboton dikush Kosovën në këtë rast? Për mendimin tim janë dy arsye. Unë me gabu, po mendimi janë dy arsye. Ose janë paft, ose dikush pidonin tinza. Dhe këto gjëra të bëhetu nga organizat. A Pepina donin tinza zotri Gashi, apo jemi të paoft? Kushtimisht po i pyes në këtë formë, pasi që zotri Osmani e tregoi kështu situatën e përshkruajti. Pa dyshim se problemi është shumë kompleks. Problemi është sigurisht juridik, tash, por ka qenë problem politik dhe problemi hegemonisë në kohën kur është ndërtu. Unë refuzoj me e qujtë kish, sepse nuk është kish, të do të kuptojmë. Ai mbetet për ne, edhe si besimtar të krishten, mbetet objekt i një periudhe ku një hegemoni, një pushtet i cili ka dashur me zhduk një popull. Ajo është dëshmia kryesore që aty të ne ka ndodhur krimi. Tash, mënyra se si largohet ai objekt prej aty është diçka çështje tjetër. Janë dy çështje. Njëra është juridike, siç e cek avokati. Tjetra është për shembull që shë besoj unë dhe beson ndoshta edhe Tom Gashi, po ne nuk e kemi atë forcë politike për ta kryer atë punë ashtu siç e kishmi kryer ne. Shkurt shqip. Po du me thonë që Po çysh e kishe kryer ti tregon pra? Sepse edhe ai është një shteg i ri. Po nuk kemi nevojë me fol diçka kur realiteti nuk është. Do ta kishit bërë sipas propozimit të Gjin Morinës? Jo, të lutem. Këto çështje duhet të shkojnë me rregulla dhe me ligj. Po realiteti është që ndaj popullit tonë, kisha e ashtu quajtur ortodokse e Serbisë ka pas vazhdon të ketë, edhe nuk ka heq kur dorë nga projektet e shfarosjes këtij kombi. Nuk ka pas kur një kërkim falje, kur një herë. Dhe ajo nuk ka shfaros vetëm shqiptarët një besim. Por zotri Gashi, ta koncentrujnë muhabetin veç te kisha, jo te qëra tjera. Te kisha po ndalime, që te kisha, kishën e shqiptarëve ortodoksën po mozotin, vetë ata e kanë bombardu, vetë ata e kanë shkatru. A e dini pse? Sepse aty, për herë të fundit, Zotri Gashi, unë e krejt po të kuptoj, edhe normalisht që ju nuk jep një asnjëherë fakte të cilat nuk lidhen me temën. Çështja po më intereson sot e tutje. 10 orë 2025 e tutje. Si ta kthejmë këtë kish? Avokati ka plotësisht drejt që dikush po e pinë thoj sa të honin tinës. Këtu ka plotësisht drejt. Okej, e qartë. Për arsye se është interes politik. Ne kemi sot në Kosovë ose në listat e partive politike që dalin për marrë vota si deputet, njerë qilt e kanë mbrojt Miloševićin ose kanë thonë... Mirë, zotri Gashi, po ndalemi në... Dëgjë, të lutem. Kanë thonë haptazi shqiptarët po shtihohen se nuk i ka helmu Serbia. Sot i kemi në listat partive politike cilat e qynë vetin evropiane, të lutem. Edhe që dikush është duke pi duhanin tinza, këtu nuk ka dyshim. Që aspekti ligjori kësoj çështje duhet regullu, edhe kjo nuk ka dyshim. Gashi, se edhe jemi fare në fund. Po, të lutem se edhe jemi... Aspektin politik, zotri Gashi të lutem. Nuk është ftesa jonë për ta rënu me masa diskutilat që janë të paligjshme. Mirë, falësh pak se mbas edhe përfundon zotri Gashi. Po, zotri Gashi? Po, faleminderit shumë Gashi për mirë kuptimin. Është çështje politike sepse janë diskutuar, domethënë, edhe në bisedimet e Vienës, mos t'i harrojmë, domethënë, edhe ngjarjet e vitit 2004, domethënë që kanë qenë një veprimtari që do duhet të bëjë një analizë ndoshta më thellë i aktorëve të atyre që i kanë ndjekur dhe sulmuar kishat, por çështja është kjo. Vendimi për ndërtimin është marrë në kokën e jurisdiksionit të Miloševićit, domethënë të ligjit diskriminuese të Serbisë në Kosovë, dhe është i njëjta kohë kur është marrë vendim për dy pronat e firmave ose kompanive Apiko edhe Iliria që t'i kalohen manastirit të Deçanit. Çka i duhen manastirit të Deçanit 1000 hektar? Asë në aspekt ligjor tash është koha në shkurt. Dosha me thonë, unë e kuptoj korabin, nuk është i rreth. Shiko, rasti Deçanit është sabotim nga ne.
Prandaj kemi statutin çfarë kemi. Jo, s'është vetëm sabotimi, më fal, se është kjo s'do të lejoj, për arsye të thjeshtë. Okej, ta përfundojmë të dy. Çështja është diskutuar deri në nivelin e Këshillit të Evropës dhe është detyruar, domethënë, është nxitur dhe detyruar qeveria Kurti e ka pasur një nga kushtet për plotësim, për kalimin e këtyre pronave në pronësitë të manastirit të Deçanit, në kundërshtim, po realitet këto janë fakte. Jo, shiko, fakte është sabotazh. Shiko, do të më pasni gjë të qartë. Është sabotazh kjo është tjetër gjë. Qytetari i këtij vendi. Po. E thash, arsyeja pse kjo kishë është apo ky objekt është në brenda hapësirës së UP-s është faji jon. Sepse ne nuk kemi marrë asnjë veprim. Ke fjalën faji jon që është ende apo faji jon që filloi ndërtimi? Jo, që është ende. Okej, këto ti dajmë këto gjëra. Sepse në muin e thash edhe herë, me rregullon e UNMIK-ut 1999 24 përcaktuar qartë, cila ligje në fuqi në Kosovë. Nuk ka si dilemë që në 10 është ndërtu bazuar, vendimit e marrë bazuar në ligje diskriminuese. Dhe kjo është fakt notor, fakt i ditur botërisht. Dhe me qenë se është fakt i ditur botërisht, Komuna Prishtinës ka pas mundësi, pasi që është themi konstitu kuvendi komunale e institucion tjera, pasi që dhe të para që mbojnë, ka pas mundësi me thinim lidhe me anullu vendimin. Po këto në ligjore, po qartë, ajo që ka përdu më thonë, sepse nëse ti anullon a vendim, nëse kisha nuk ka të drejt ligjore, atër edhe aspekti politik, edhe një gjë, Manastirit Deçanit, mos kroni një konfuzion, arsyeja pse sot kemi një vendim tillë për Manastirin Deçanit, për ato toka është faji jonë, sepse ne kemi sabotu. Nuk është çështje faji, por e tham që janë marrë ato vendime në kohën e Miloševićit dhe Kosova është detyruar tani, domethënë, ti ekzekutojë. Pse qeveritë e tjera ju e kanë vendimet për këtë kishë në Deçan, ndërsa ta shupran? Sepse ka po. A di pse? Për të antarësuar në Këshillin e Evropës. A di kush logjika jonë si shoqëni, si qytetar, si parti politike të tjera. Ne kënaqemi vesh me shty, vesh me zvarrit. Por faktin sepse unë kuptoj që ato që ka thot Krabi ka të drejtë, por problemi është dikun tjetër. Ka vendime gjykatës kushtetuese. Dhe ne dim shumë çfarë ka ndonë atë procedurë pranë gjykatës kushtetuese të Republikës së Kosovës. Kush u paraqit po, kush u paraqit po. Ajo çka po do të thonë një, edhe një fjalë të fundit, do të thonë që çështja unë kuptoj që kisha brenda hapësirës së OP-s është përveç aspektit juridik ka aspekti politik. Por ta kryejmë presin juridik e mirë, ta rregullojmë, ta kthejmë si ka qenë, e pastaj pjesa politike do të jetë ekskluzivisht e varur ose përfundimi i procesit politik do të jetë ekskluzivisht i varur për aspektin. Faleminderit shumë zoti Osmani që ishit sot këtu, Korablaka i kënaqësi për herë, Arber, kënaqësi të kishim. Faleminderit shumë. Nëse më lejohet vetëm një fjalë, paku e ahtisarit nuk është Kurani e Bibël. Edhe për ata ka zgjidhje, por do të pasur forcë politike të tilla cila i adresojnë çështjet që janë me interes nacional. Mbase kjo çështje do të doj me këtë rreshtë të diskutojë edhe një herë tjetër sepse me të vërtetë po prek nga disa këndvështrime të ndryshme që i kontribuojnë shumë besoj. Në një emision tjetër, nëse bat, unë do ta shpjegoj në detaje. Po themi se si është e mundur do të një Universitet Prishtinës me 10 fakultet profesora të drejtësisë, me grada, tituj, do të sabotojnë këtë mënyrë procesin kundër kishës. E qartë, zotri Blaka, sigurim betëm bësh një koment shkurt për fund, a jemi në rregull? Jo, duhet të dalë në pa vullneti qytetarëve të Kosovës se çka të bëhet me këtë kishë dhe politikanët janë të detyruar të marrin vendime konform vullnetit të popullit dhe duhet të japet verdikti final i kësaj. E qartë dhe populli jonë në bazë të kushtetutës nuk mund të marrë vendime të njanshme, kështu që do të ishte prap një problematikë, si do që tjetë, diskutojme në të ardhmen, është koha të shkëputemi me pak publicitet, dhe gjithashtu t'i falenderoj zotri Blakaj, zotri Osmani dhe zotri Gashi që ishen me ne, shihemi pas marketingut.